nga Leonard Koja në Window Radio.de. Mirë mbrëma, përshëndetje miq dhe mirë se ritakohemi sërish në Horizont këtu në Window Radio bashkë me ju dhe me mua Leonardin live këtu nga studio në Gjermani. Sot është shtunë, data 24 janar 2026, pra është fundjavë dhe uroj për të gjithë që të keni patur një fillim fundjavë dhe vazhdimin e fundjavës sa më të këndshme dhe pozitive për ju dhe për familjet tuaja. Ne jemi në emision të radhës me të ftuar të rinj, që të bëjmë disa biseda apo një komunikim pak më ndryshe dhe siç e keni parë dhe ju në njoftim, me fjalë do përpiqemi të kuptojmë diçka më tepër edhe për diasporën, por ashtu edhe për problematikat dhe sidomos protestën që ka qenë sot në Shqipëri e organizuar nga Partia Demokratike dhe do përpiqemi që të kuptojmë se si shikohet protesta nga diaspora dhe kush ishin pritshmëritë dhe kush ishte rezultati i kësaj proteste të sotme. Gjithsesi unë duhet të rikujtoj për të gjithë dëgjuesit e rinj, por dhe për dëgjuesit tanë të mrekullueshëm mundësinë se ku mund të na ndjekin emisionin tonë live. Pra jemi përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku këtu është 24 në 7, pra dhe muzika dhe mund të lexoni dhe lajmin dhe informacionin e fundit, po ashtu ndiqni dhe emisionin live. Window Radio është e regjistruar zyrtarisht në platformat më të mëdha botërore të radiove, në platformën Radio Box si dhe në TuneIn. Po ashtu jemi dhe në platformën Radio Shqip, ku janë të gjitha radiot shqiptare, pra radiot kryesore shqiptare. Ju mjafton që të keni njërin nga këto aplikacione apo nga këto platforma në telefonat tuaj apo në kompjuterat tuaj, ku ju të keni mundësi për të shkarkuar qoftë Android, qoftë Apple Store dhe të kërkoni Window Radio dhe aty jemi ne. Po ashtu ju mund të kërkoni dhe në Google Search windowradio.de, ku edhe aty jemi live dhe mund të na ndiqni edhe përmes Google. Po ashtu jemi live në emision sonde dhe përmes Facebookut zyrtar të radios windowradio.de. Madje këtu duhet të ndalohem pak sepse më shkruajnë miqtë e mi që nuk po kanë mundësi të bëjnë shpërndarje përmes Facebookut radios. Nuk e di kush është problemi, ndoshta është një problem i Facebookut, por shpresojmë që Facebookut ta lejojë dhe të jetë mundësia që të bëhet shpërndarja. Pra unë i falenderoj të gjithë ata që na sinjalizojnë për problemet apo për atë çfarë ndodh në live, sepse normalisht ne jemi gjithmonë këtu faljush dhe faljush ne do përpiqemi që të përmirësohemi për ditë. Pra shpresoj që të zgjidhet problemi dhe kërkoj nga të gjithë miqtë dhe dëgjuesit që të bëjnë një shpërndarje dhe faqes të Facebookut, qoftë në për grupe ku janë të antarësuar apo në faqet e tyre, që të na shtohen dëgjues të rinj dhe të kemi mundësi që të bëhemi një familje e madhe dhe të komunikojmë njëri me tjetrin. Po ashtu kërkoj nga të gjithë dëgjuesit edhe një herë para përsëris si në çdo emision që të gjithë ata që kanë dëshirë apo kanë diçka për të thënë apo duan të flasin në Window Radio, vetëm mjafton të na shkruajnë përmes numrave të telefonit dhe ne do përpiqemi që të jemi sa më korrekt dhe të përgjigjemi dhe pse jo të kemi mundësi që të kemi të ftuar të ndryshëm në Window Radio. Po ashtu ju mund të propozoni edhe të ftuar që ju keni dëshirë apo për emisione të ndryshme që ne mund t'i realizojmë, pra këtu ne jemi vetëm për ju. Pra siç po thosha, për të gjithë ata që nuk kanë mundësi të ndjekin sonde emisionin e plot apo kanë dëshirë ta dëgjojnë sërish emisionin, ne jemi në ritransmetim sot në orën 21 me orën amerikane, pra për të ndjekur edhe në diasporën Amerikë, Kanada, pra në orën 21 jemi në transmetim me orën amerikane ose në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës. Po shojmë nesër në drek në orën 13 me orën
evropiane sërish në ritransmetim, por vetëm përmes platformave që unë se kam më lartë, pra përmes Radio Box, TuneIn, Radio Shqip, ose në website zyrtar, ose në Google, pra mund të ndjekin ritransmetimin në këto orare. Po ashtu, emisioni nesër do jetë i regjistruar në faqen zyrtare në YouTube, Horizont Window Radio, hapësirë dhe ju aty mund të ndiqni emisionin e sondëm, por të gjithë emisionet paraardhës mjafton që të bëni një subscribe në YouTube në Horizont Window Radio .de dhe ju do ju vinë të gjitha njoftimet. Shumë faleminderit për të gjithë miqt që na dhurojnë kohë dhe që janë pranë nesh dhe na suportojnë dhe na mbështesin. Koha atyre është vlerë për ne dhe ne do përpiqemi që hap pas hapi të përmirësohemi dhe të kemi mundësi që të japim më të mirën për të gjithë dëgjuesit tanë. Unë falenderoj dhe përshëndes teknikun dhe DJ Bledin, i cili është ai që ndërton lidhjen, është ai që bën përzgjedhjen muzikore. Pra e falenderoj dhe përshëndes në emrin tim, po ashtu dhe në emrin tuaj. Pra DJ Bledin e përshëndesim dhe falenderojmë shumë. Të nderuar miq, ju e keni parë dhe në njoftim që ne kemi hedhur në Window Radio, pra që kemi publikuar që ne sonde kemi të ftuar një të ftuar të veçantë, është hera e parë që vjen në Window Radio dhe do përpiqemi që me këtë të ftuar ne të kuptojmë diçka, po të hedhim dritë aq sa dim dhe aq sa mundemi për opozitën shqiptare, për politikën në Shqipëri, për protestën e sotme. Pra të përpiqemi të kuptojmë diçka, sepse ne jo se duam të sulmojmë opozitën, apo duam të kritikojmë vazhdimisht opozitën, por më thënë të drejtën presim shumë më shumë nga opozita shqiptare për të qenë vetvetja dhe për të qenë, si thosh, ajo ngjallja e frymës dhe e shpresës për Shqipërinë. Pra nuk është problemi për të lëvdruar opozitën apo për të sharë mazhorancën, por një shtet pa një opozitë të fortë, sinqerisht është, pastaj mos themi të kalojë në diktaturë, por pra një shtet demokratik është atëherë kur ka një opozitë fortë, por ne fatkeqësisht ne më duket se nuk kemi këtë lloj opozite dhe ndaj dhe me të ftuarën, pra me zonjën Nadia Allushi, të cilën e kam të ftuar sonde, do përpiqemi të hedhim dritë apo të kuptojmë aq sa mundemi diçka nga këto problematika, sepse zonja Allushi është jeton në diasporë, në Greqi, por ka qenë vazhdimisht e angazhuar dhe vazhdimisht është përpjek të jetë një zë ndryshe dhe të jetë pranë politikës, jo për benefite, por për t'i dhënë politikës një zë dhe një forcë opozitës shqiptare, dhe ajo vazhdimisht si shumë të tjerë ka ajo zhgënjimet e veta, por zonja Allushi është edhe një menaxhere, ekonomiste, pra në jetën e saj private, pra është një person, do thosha, i kompletuar dhe jo thjesht një militante politike. Zonja Allushi, mirëmbrëma, përshëndetje. Mirëmbrëma i nderuar, shumë faleminderit për ftesën. Unë uroj shumë suksese, sepse kjo është një sakrificë shumë e madhe që bëni. Shumë e veçantë. Unë të jem mirënjohës që më ndërove sonde në emision, sepse të gjithë përpiqemi aq sa mundemi dhe aq sa dim të bëjmë diçka, po të japim diçka nga vetja, sepse sidomos ne që jetojmë larg, më thënë të drejtën, na dhëm shumë dhe pjesa e Shqipërisë atje. Është shumë e veçantë kjo pjesa ime, sepse unë jam dhe larg dhe afër. Nuk është se kam shkëputur në fundin me Shqipërinë, shkoj shumë rregullisht, shumë shpesh. Vazhdoj të jem shumë aktiviste atje tega ime që kam qenë, në tegën 15, Policia numër 14 në Astir, ku është qëndruar përkuese e gjithë Shqipëria. Ka nga të gjithë qytetet të ardhur në Tiranë, në ato pallatet e 8 pallate 10 kafshë,
dhe i kam prekur vetë. Të gjithë. Zonja Lushi, do doja të fillonim një bisedë pak më ndryshe ndoshta sepse edhe aktualiteti na detyron të fillojmë pak ndryshe bisedën. Ndoshta edhe nga ato çfarë kisha parashikuar, por gradualisht do shkojmë edhe ka ato që unë kisha menduar për sonde, por do doja një mendim tëndin dhe marrë sa ju keni arritur të ndiqni protestën e sot me mazrite të Partisë Demokratike në Tiranë dhe me ato kontakte që ju keni patur me diasporën në Greqi apo me njerëz në Tiranë ndoshta, si ju duk protesta sonde, a ishte në përçmëritë që ju kishit apo la shumë për të dëshiruar? Kush është mendimi juaj? Patjetër se ndoqa, jo vetëm nëpërmjet internetit dhe figurave që jep syri apo të gjithë takimet e tjera, por unë siç të thash, që nuk kam humbur lidhjet me grupin tim, dhe unë e kam emrin në grupin që ata janë organizuar. Kam dëgjuar thirrjet, kam dëgjuar organizimet aty. Të them të drejtën, në fillim kisha një frikë të madhe, ta them sinqerisht, sepse të gjithë miqtë që kam atje ishin shumë të dyzuar për sa i përket pjesëmarrjes në këtë protest, por në fund ishin të gjithë aty, siç kemi qenë dikur, dhe ata kishin atë frikën që nuk kishte pjesëmarrje, por përsëri nuk ishte atë pjesëmarrje që pritej. Sinqerisht, domethënë, njerëzit janë të lodhur, janë të stresuar, janë të mërzitur, janë të ngarkuar psikologjikisht. Goditja që ka gjitha anët, që kështu nuk ishte ajo pritje që unë mendoja, por dhe prapë nuk ishte shumë keq, sa që mendoja. Më tepër ishit të zhgënjur për pjesëmarrjen apo për ato, po themi, sogllanët e para protestës që do bëhet protestë e madhe, do bëhet revolucion, do po diun shumë. Do me thënë edhe ata njerëz që morën pjesë, jam e sigurt që kanë menduar po të njëjtën që kanë thënë hajde se po shkojmë, por që e dim që nuk në ndodhi asnjë gjë, do jetë prap një show. Por unë mendoj që prap ky show ka një vlerë, sepse siç zgjidhen lajmet që bëhen protesta në Bullgari, bëhen protesta në Serbi, duhet që të jetë edhe në Shqipëri. Është detyrueshme kjo gjë. Që duhet, dhe për Partia Demokratike na ka mësuar komplet, ose tashmë e dim të gjithë stilin e protestave të Partisë Demokratike, sepse ka disa kohë, do thoshe që nga viti 2025 apo që nga viti 2024, po diun, pra që delë bën xhiro atje në bulevard mbas dite, fundjavë dhe kthehet sërish te shtëpia, kështu që mendoj që duhet të ndryshohet ky stil proteste apo ky stil sjellje me popullin dhe apo e demoralizon më shumë Partia Demokratike popullin dhe militantin duke bërë të tillë sjellje me njerëzit. Shiko, pak a shumë është përgatitur situata që do kemi vështirësi, duhet jemi qëndrestar, duhet jemi shumë të rëndësishëm, shumë të vizëm, shumë të duhet i pranojmë të gjitha, kjo është pak a shumë e organizuar në këtë mënyrë. Nuk besoj se ka filluar në 2025. Këta njerëz kanë qenë
që në 2015-ën, që në 2017-ën, Po, dhe patjetër. ta janë postor. Por ndryshimi është i madh, sepse tek kanë akoma një sfidë shumë të fuqishme si sa e kam pasur dje. Ju kuptoj. Gjithsesi, mi fjalë, mendoj që një popull që të ngrihet dhe një popull që duhet të marrë fatet e veta në dorë, mendoj që nuk duhet të pres nga Partitë Demokratike ose nga partitë politike që nxi ka, sepse duke parë zhvillimin ekonomik të vendit, duke parë problematikat që ka Shqipëria, besoj që populli duhet vetë të ngrihet. Kjo është goditja më e fuqishme që i është dhënë Shqipërisë, sepse nuk është lejuar në këtë vite demokratik që ne të krijojmë sindikatin. Qoftë edhe kukur. Shumë e vërtet. Pra, në vendet e tjera, për shembull, unë kam jetuar në Greqi dhe kur kam punuar te Banka Amerikane e Shqipërisë, ne ishim 32 vetë që ishim staf, dhe nuk e harroj që ai shefi menaxheri që i të kredit, i kredive, ta dëgjova, ne duhet patjetër që të kemi ta sindikatin, qoftë edhe pjesëmarrëse në takimet që duhet të bëhen për sa i përket kontratave të punës apo tjera. Kjo gjë në Shqipëri nuk është realizuar. Dhe është bërë e qëllimshme për mendimin. Sepse në qoftë se do ishte dhënë mundësia që të krijoheshin sindikata, të mbronin të drejtat e punëtorëve, e punonjësve në rëndësi, në çfarëdo lloj organizimi. Absolut. Ne nuk do ishim sot atë pjesën që duhet prisin nga partitë politike. Ne do ishim siç janë shtetet e tjera, siç është Franca, siç është Greqia, siç është Italia, që ne do kishim sindikatat, ne do kishim shoqëritë civile. Të drejtave njerëzore. Do thënë, këto të gjitha janë bërë të qëllimshme nderu. Kjo mendoj që është një plagë e kahershme, me fjalë problemi i nënshtrimit të këtyre sindikatave, sepse sindikatat si emër ekzistojnë në Shqipëri, por fatkeqësisht janë sindikata politike. Ekzistojnë dhe janë të sunduara. Kështu nuk kanë fuqi, nuk kanë vlerë. Unë e kam ndjekur dhe atë që kanë bërë në Pulqis, ku ishte në Minjerë, apo dhe këta që ishin në Fier, janë të sakatuar, ta them që me një fjalë popullore. Dhe është shumë e dhimbshme. Është shumë e dhimbshme sepse tash, do të thënë, këta janë ata që mund të bëjnë ndryshimin. Ju kuptoj. Prandaj kam dhënë çdo gjë të partive politike, sepse vetë partitë politike kanë kërkuar këtë gjë. Në vërtet. Shoqëria e hapur e Sorosit, që ka kapur gjithë këtë pjesë dhe ka gjeneruar, e ka sakatuar, domethënë kjo ka qenë qëllim. Jo vetëm thjesht qëllimi i politikës për ta shkatruar politikën. Ju kuptoj. Shiko, do kisha një pyetje tjetër ose pak më konkrete. A mendon që opozita shqiptare, pra kur themi opozita, tash kemi parasysh Partinë Demokratike që është partia më e madhe, a mendon që është realisht gati për të qeverisur vendin, apo thjesht ka marrë atë rolin e denoncimit të skandaleve? Shiko, unë mendoj që edhe ata vetë janë të ndërgjegjshëm që nuk janë realisht gati. Absolutisht jo, sepse në gjithë të goditje që u dha,
për të mos ekzistencën e saj, ata janë në ndërtesë. Dhe nuk është akoma momenti që të jetë pjekur situata për të qenë ata udhëheqës. Pse e them këtë? Sepse akoma në Partinë Demokratike ka emra dhe të fuqishëm që janë të Sorosit. Pra, nëse ajo kërkesë që është kërkuar nga Aleksandr Hoxha për të pastruar Partinë Demokratike nga figurat e Sorosit dhe nga të gjitha ata që janë pjesë e allizhverishëve në partinë me qeverinë, nuk besoj se do ketë një leadership ose një drejtim të pastër dhe serioz për sa i përket Partisë Demokratike. Do me thënë, unë sot jam shumë i zgënjur që në takimin që u bë në protestën foli Tet Kopliku. Tashi, unë nuk flas me emra të përveçëm, se nuk ka kuptim të flasësh me emra të përveçëm. Unë di shumë gjëra të vërteta që ja kam kërkuar edhe hapur publikisht që ai të tregoj të vërtetën se ku i ka marrë të drejtën për të bërë shkollë për këtë, dhe si mundësi që dhe ai një djalë i ri, si puna Joridës apo si puna doktor Irali Mehmeti të fitojë 7.000 vota, kur unë bëj një krahasim të fuqishëm me Ergesh Smun, që e kam takuar dhe kam njohur në protest, dhe në vlerat e votave janë shumë larg. Do me thënë, ti ke ka të jeton në Shqipëri dhe me 7.000 vota, është e frikshme. Dhe ai sot dele të gjithë në protest. Unë nuk them, do dalin të gjithë, sepse ai është i prekur, por që nuk e ka atë vlerën njerëzore që ai do të thënë të dali dhe të flasi. Po Teti Kopliku, me sa di unë është drejtuesi i Brengejt dhe mos doni të thoni që Teti Kopliku është pa merit aty ku është? Nuk e di, atë do ta vlerësojnë. Por që unë di shumë sakt që ai të drejtën e studimit e ka marrë nga Lulbasha. Dhe mua nuk mund më hedhi hi syve as Tet Kopliku apo kushdo tjetër, sepse thash bëj analogjinë me Ergin Meskiun, si e ka për shkollën, se si ka arritur aty ku është, më kupton? Nuk mund më thot mua Tet Kopliku që ka 4 vjet që i jeton jashtë, po merr 7.000 vota. Dhe Ergis Meskiu nuk merr dot 300 vota në primarin. Kjo është shumë kontradiktore kjo pjesë. Apo të humben vlera që unë prisja sot të fliste një zonë të fuqishme siç është Edith Harxhi. Nuk prisja të fliste Tet Kopliku. Ju kuptoj, por ndoshta, shiko, do të patë parasysh sepse nëse ne do him të bëjmë një kronologji komplet të Partisë Demokratike apo qoftë të viteve të fundit, ato primaret para zgjedhjeve dhe fushata para zgjedhjeve, besoj që ajo ndoshta krijoi një handek shumë të madh mes njerëzve. Shikon Adrian, unë Partinë Demokratike jam rikthyer përsëri, se unë kam qenë në 96-ën antare. Kur jam kthyer në 2011-ën, jam ndjerë shumë ofenduar, se kam shkuar tek dega qendrore e Partisë Demokratike, se unë kam jetuar në Greqi, edhe thash të riorganizohem përsëri. Se duke qenë se dhe prindit i kisha në Greqi, që kështu nuk kisha ndonjë lidhje si që kisha më përpara. Kuptoj. Edhe u prita në mënyrën më të shëmtuar të mundshme.
Më thënë ishin dy zonja Majtinda Bregu dhe nuk e di kush ishte tjetër, që unë i pyeta me shumë sinqeritet dhe i thash kam dëshirë tash se jam shkëputur për shumë kohë nga Partia Demokratike, dua që të riorganizohem përsëri. Dhe më panë me një përçmim edhe më thanë mua që dhe gjithë vetë degën se ku jeta. Që kështu ishte shumë e rëndë kjo pjesë, edhe unë të drejtën më të roqa dhe pash punët e mia, po që e shikoj që është shumë e rëndë që kultura si Irma Marku, unë nuk e kam shoqe të njohur shumë vite, por tani vonë jam njohur me të, janë anashkaluar. Dhe jemi e njëjta bukë. Do me thënë jemi ne ata që e kemi vënë themelit e kësaj partie. Dhe nuk ka të drejta askush që ne të më njanoj. Pra, do të bëj një përmbledhje. Unë e shikoj që akoma nuk është në ato ujëra që duhet të jetë Partia Demokratike. Ka akoma ndikimin e fuqishëm të Sorosit. E pranoj. Është më se normale, sepse duhet pak kohë. Nuk mund të bëhen gjërat nga ditës. Do pak kohën e vet, do pjekjen e saj, çdo gjë, siç do një fëmijë në barkun e nënës 9 muaj, që kështu logjikisht edhe të riorganizohet Partia Demokratike, të jetë në nivelet që duhet të jetë, në serenitetin që duhet të jetë, do pak kohë. Po shiko, kjo Partia Demokratike, nëse fëmia do 9 muaj në barkun e nënës, por fëmia kur bëhet 30 vjeç quhet burr ose quhet grua pastaj, kurse kjo Partia Demokratike i ka kaluar 30 vite dhe ne kemi të njëjtin leadership dhe pothuajse të njëjtën kupol. Dhe si mundet që të rinim kjo Partia Demokratike? Ky është problemi, që nuk është e njëjta kupol. Do me thënë nga Partia Demokratike kanë nikur figura shumë të fuqishme, profesor shumë të fuqishëm, drejtues që ishin serioz, doktora, figurat të larta, siç është doktor Kosova, siç është profesori im i nderuar Ruli, që unë kam shumë respekt, apo po e kujtoj dot emrin tani, ka shumë patjetër. Kemi Ridvan Bodën, po kemi shumë të tjerë që janë larguar, por flas që mbas 30 ca viteve Partia Demokratike është akoma, ose do thosha në ato ujërat që po mbytet, sepse nuk po ngjall shpresë, nuk po ngjall frym. Jo, nuk po mbytet, realisht nuk po mbytet. Unë jam shumë konciente për këtë. Unë mendoj që është një periudhë tranzitore që duhet ta kaloj, sepse nuk ka një mënyrë tjetër, një zgjidhje tjetër. Duhet për kohë, duhet pak durim, jo pak, por shumë durim. Problemi qëndron që ne jemi shumë të lodhur, shumë të mërzitur, shumë të shqetësuar, shumë të goditur, shumë të vrarë, shumë të lënduar, dhe ndoshta kjo është vështirësia. Ju kuptoj. Nëse mundem të të bëj një pyetje tjetër në vazhdim e kësaj që ishim duke folur. Ku mendon që Partia Demokratike ka dështuar më shumë? Në leadership, në strukturë, apo në humbjen e besimit të demokratëve, të militantëve të saj? Në të treja drejtimet, sepse ka lindur një fëmijë budallaka. Në mbas 9 muajsh. Shiko, Nadia, unë preka vetë dhe
ta kam thënë që ka marrë pjesë fuqishme në atë u bë fushatën e fuqishme të 14 majit. Po, 2023. Edhe unë kam vënë re diçka që ka një paftësi të paparë. Kjo më lëndon jashtë mase, sepse qoftë në atë platformën që kishte ngritur atëherë që ngriti Belin Kolliçi, që sigurisht isha pjesë e atij stafi. Ishte një si ta them unë një grop shumë të madhe dhe nuk ishte eksperiencë. Pra, ai ngriti një platformë të zgjedhjeve, tha që do bëj këtë, do bëj këtë, dhe po të uleshe ti bëje llogari, po që do bënte ai, ishte domethënë që taksat e tatimet ishin po nuk të vlerë që i kishte lënë Lia, i kupton? Po, Belindi do vinte autobuset në Tiranë falas, po qofsh gabim, po që një premtim i asaj kohe. Dhe kur bëm një takim tek 15 Kaçi, një profesoresh e fakultetit i bëri një pyetje shumë interesante dhe i tha, "Okej, ti të për llogaritën tha, ku ma bazoni tha? Në të ardhura ku tha? Dhe në qoftë se ti tha më përgjigjesh tha në mënyrë të saktë ekonomikisht, sepse ai ka mbaruar për menaxhim, ë? Po dhe. Edhe në Amerikë. Nuk është si neve që kemi mbaruar në Shqipëri. Këta të duarit e jashtëm tha. Atë se di se si i kanë mbaruar në Amerikë dhe çfarë bëhet në Amerikë, po në Shqipëri duket se kemi studiuar pak dikur. Ke të drejtë sepse fakultetet europiane janë më fuqishme. Edhe i tha jo, në qoftë se ti më përgjigjesh saktë, tha, unë të sjellta të gjithë studentët e mi tha votim tha. Pa problem tha. Edhe dështojnë faktikisht, nuk ishte çfarë përgjigje t'i kthente. Por më shumë që unë ja kisha dhënë një letër A4, sepse në ekonomi dhe në llogarinë e Fusha jote, është fusha jote ajo. Edhe i nga kisha shpjeguar shumë qartë dhe i thoya që këta A4 time, sikur ti ta printosh dhe ta bësh flet palosje, si ta hedhësh poshtë një dere, do të kuptojnë të gjithë. Sepse ti nuk mund të funksionosh ose ti nuk mund të realizosh atë që kërkon, duke ulur taksat, edhe ti do shpenzosh po kaq sa ke të ardhur tani. Ishte logjika. Edhe ai ngriti, nuk i ktheu përgjigje dot. Kjo ishte një dështim shumë i madh. Plus pastaj që shumë e vështirë ishte ke pjesa që ishte shumë e vështirë që në gjithë këtë histori vetëm Tiranës nuk ishte. Tiranës nuk ishte? Po. Po pse, më fal, mendon që kanë ngel Tiranës në Tiranë? Po kemi ngel një 4 copta. Po tash edhe ti je në Tiranë se je në Greqi, apo nuk kështu që si je në Tiranë. Që kështu, për shembull unë diskutoja me babin tim, sa atëherë kisha gjallë, edhe i thashun që ka bërë këtë platformë që do ndihmojnë ta ardhurit e tjerë. Edhe më thënë mua, më falta, po prona është e imja, tha, si do ta marri ky sa pronën time, tha, dhe do ta bëj kështu si shtok, tha. Mirë. Prona, zisë do të më prona, tash prona iku. Dhe me thënë, në 24 protesta, mund të qenë vetëm në Tiranë sa aty. Ose me kokra, tha. Ishte shumë problem dhe megjithatë unë atëherë sa harroj i kam kërkuar në mënyrë personale dhe i kam thënë që
çdo lloj platforme që të bësh ose çdo lloj reklame që të bësh, nëse ka mundësi tash që ta konsultosh me ne një herë tash dhe pastaj që të dalësh. Unë nuk e di kush e ka drejtuar atë Kuptoj. Shiko, më vjen një pyetje nga një në momentin që ai ngriti ato dy gishtat e mesit, kuptoj. të betor Nambia, unë ka qenë dita më e shëmtuar, më e keqe e jetës time. Sepse ne kishim kaq kohë që po punonim fuqishëm, po dilnim derë më derë, të bindim njerëzit, dhe atë dite kur ai ka bërë atë veprim, këtë reklam, nuk na ngrinin njerëzit telefonat dhe na thyenin dhe ofendonin. Pra gjitha të punë që në bënë pa dashje ka bërë, pa dashje ka bërë. Pa dashje dhe po. E pa bujtë neve. Shiko, më sjell një mik i imi që jeton në Kanada dhe do doja që ta përcjell pyetjen e tij për të ardhur pak në kohë, në tanishme. Përshëndetje, thot Leonard, respekte për emisionin, respekte për të ftuarën dhe do doja thot sepse ftuara thot që kupola e Partisë Demokratike ka ndryshuar shumë sepse ka larguar shumë profesor. Dakor, ata që kanë ikë, ata që i ka larguar. Kush është mendimi i saj për deputetët e Partisë Demokratike që i dhanë votën, i dhanë firmën, se më falë se për lexoj live, i dhanë firmën Endri Shabanit për avokat të popullit dhe askush nuk mbajti përgjegjësi dhe askush nuk u largua. Do ishte e gatshme zonja qoftë edhe për të pirë një kafe miqësore me këta njerëz si demokrate? Unë për mendimin tim ata duhet që patjetër të ndahen më veç. Nuk janë pjesë e Partisë Demokratike. Po, ata drejtojnë të gjithë. Ky është gabim shumë i madh që po vazhdon. Ata nuk e justifikojnë dot veprimin që kanë bërë. Nuk e justifikojnë sepse vërtetojnë sakt që janë pjesë e shtetit që ekziston. Për mua ata duhet të ndahen në mënyrë siç është kërkuar faktikisht, sepse është kërkuar në Partinë Demokratike, që ata të ndahen më vetë dhe të fillojë ristrukturimi dhe riorganizimi i Partisë Demokratike në bazë të vërtetë. Ato janë kukulla. Faktikisht e mirë ajo do ishte që si thosh grupi parlamentar të merret me parlamentin dhe me ligjet, kurse Partia Demokratike të merret me organizimin e bazës, por gjithsesi janë problemet atyre këto, kështu që jo, nuk janë as pak problemet e tyre, janë problemet tona. Po tani përderisa kush nuk po dëgjohet, nuk po lëviz dhe nuk po kemi zëra të fuqishëm për të tilla kauza, pastaj i bie që janë problemi ata dhe ata ndërtojnë dhe ata zgjidhin problemin. Po qa po zgjidhin ata, se ata nuk po bëjnë asnjë gjë. Po ja, bën protestën sot ata. Ku ishin? Ku ishin për sa veta sollin? Sa veta solli Ina Xhika? Do me thënë, ka kaq kohë që flitet në media, tregohet në media që është pjesë e atyre marrëveshjeve të shteta. Dhe vazhdon akoma Ina, do me thënë, edhe tek rasti i firmave, unë kam hyrë ta shikoja se palje do kërkonte Ina, që na kishte kërkuar dhe të tjerëve firmën, dhe Ina s'kishte bërë asnjë lloj postimi. Ishte mëse normale për Ina në këtë. Pra si mund të më pajsoj mua ajo në parlament? Po mirë, pra ju demokratët, ju që keni investuar nga jeta juaj për Partinë Demokratike,
Po tash ju duhet të merrni këtë situatën në dorë. Sepse duhet të qartësohet situata, militanti po themi me pushtet mbajtësin në opozit po flasim. Dhe ne po bëjmë organizimet tona, pavarësisht se fati im që erdha në Greqi, sepse nuk kisha mundësi tjetër ekonomike, por edhe këtu po mundohem që të organizoj dhe të krijoj një bërtham të fuqishëm me njerëz serioz, me njerëz korrekt, sepse edhe këtu po kërkohet me fuqi, me të madhe që të jetë çdo gjë e legalizuar, çdo gjë e vërtet. Nuk ka më kohë që të ketë falsifikete. Okej, do flasim pak edhe për diasporën. Rrymë e kësaj linje që të ndahet pjesa e parlamentit, sepse ata nuk na përfaqësojnë absolutisht, po bëjnë gafa mas gafave, gabime mas gabimeve, faje mas fajeve, dhe të krijohet një parti e vërtet. Shiko, do flasim për diasporën, por do doja të të bëja dhe një pyetje tjetër. Ka opozita përgjithësi për apatin politike që shoqëria nuk reagon kundrejt të gjithë këtyre skandaleve? Ka opozita përgjithësinë e saj, por mos të harrojmë që goditja ishte shumë e fuqishme për inekzistentën e opozitës. Kjo është thelbësore dhe nuk është aq shkollare. Domethënë ata do të vazhdojnë ta bëjnë luftën, do të vazhdojnë të lëvizin, do të vazhdojnë të kenë kërkesën e tyre. Sa do jemi ne të aftë që me kujdes, me një mënyrë të zgjedhje të kujdesshme, sepse nuk mund të fusësh të gjithë në një test, të arrijmë domethënë që të bëjmë organizimin e saktë. Shiko, të jemi realist, Partia Demokratike ka patur vërtet shumë goditje, por goditjet më të mëdha i ka patur brenda vetes, duke patur parasysh komplet nëse bëjmë një resume që në 2021 apo 2022 8 janari, apo në vazhdimsi me fjalë që besoj se ka patur goditje shumë të mëdha brenda vetes dhe nuk po shikojmë që të rikuperohet brenda vetes, sepse nuk besoj se është drejt të vazhdojë gjithmonë të thuhet, sepse kështu thonë edhe ata në Tiranë. Kemi patur goditje, kemi patur vështirësi, na e volli, na mashtroi, na bëri, por ama kodin zgjedhor, ligjin zgjedhor, por ama për shumë ligje kryesore ata bëhen bashkë dhe kur vjen fundi punës i dhuruan dhe avokatin e popullit, po Edi Ramës. Kur vjen fundi punës edhe zgjedhjet lokale të parakohshme, ata Partia Demokratike i bojkotoi, edhe pse nuk e thot, por i bojkotoi sepse nuk pat apo nuk desh të nxjerrte një figurë politike në këto bashki edhe pse të vogla, por ama të shtohej numri i bashkive të pushtetit lokal, apo Tirana që u la totalisht e zbuluar nga një person humorist anonim, po themi, për politikën, sepse ajo është shumë okej për rolin e vet të humorit, pra nuk mund të thuhet gjithmonë që Partia Demokratike është goditur. Me duket se Partia Demokratike e ka dëshirë goditjen dhe goditjet vet. Selbi. Më falë se e zgjata pak shumë, ndoshta po të kërkoj ndjes. Unë e shikoj në anë tjetër, sepse problematika e vulës të partisë dhe të shenjave të Partisë Demokratike simbolet ishte pa precedent. Nuk ka ndodhur në asnjë vend të botës. Unë kam lexuar, jam munduar domethënë që ta gjej diku një model të tillë dhe është e pamundur. Hyri në një qorstokak që
ishte shumë e vështirë për ta nxjerrë dhe unë jam shumë e bindur që akoma Vula nuk është në dorë të Partisë Demokratike. Pse e them këtë? Sepse unë kam kërkuar që të marrë të tesërën e partisë dhe më janë nxjerrë 1 milion arsye teknike që nuk ekzistojnë dhe unë nuk e kam akoma të tesërën në dorë. Pra është shumë e vështirë ajo pjesa e marrjes së Vulës të vërtet. Mendoni se ka Pra, Partia Demokratike nuk është akoma juridikisht Parti Demokratike. Dhe kjo është fatkeqësia më e madhe dhe ky është problemi më i madh i Partisë Demokratike. Dhe unë prandaj shikoj të gjitha lëvizjet që ka bërë doktor Sali Berisha, që ka dashur të mbajë një statu quo dhe ka dashur që të përfitoj nga kjo. Unë kam folur më 23 janar, më duket, tek rruga e Shpresës dhe e kam thënë shumë qartë. Dhe kam thënë shumë pastër, që kam thënë hajde Gazbardi sill Vulën, por ai e solli Vulën faktikisht, por e solli me kushte. Që kështu unë e shikoj pak më thellë. Po mirë. Të bëj një pyetje që lind në mënyrë natyrale. Partitë Demokratike e drejton Sali Berisha apo Lulzim Basha? Pa flasim Lulzim Basha si frym. Po, në pamjen e parë e drejton Sali Berisha, por të gjitha strukturat janë në ndikim të Lulbashës. Dhe mua nuk më pëlqen as pak që ai është në hije dhe nuk bëhet asnjë gjë, asnjë lëvizje që ai të paktën domethënë të dënohet për atë që ka bërë. Po mirë, ashtu duhet të dënohet të gjithë, sepse është Gazbardi aty, është Gjekmarkaj, është Saljani, ku duhet sa dush. Po, në qoftë se Gazbardi ka personalitetin e vet, Saljani ka të vetin, Gjekmarkaj ka të vetin, nuk e shikojnë atë drejtim. Sepse secili domethënë ka personalitetin e tij dhe do t'rregoj vlerat e veta. Por problemi qëndron në këtë që ata e kanë gozhduar Partinë Demokratike në mënyrë të tillë që detyrimisht bëhen faktor. Kuptoj. Vërtet, por këtu është faj i leadershipit Partisë Demokratike, besoj, nuk është faj i dikujt tjetër. Nuk ishte zgjidhje tjetër. Po, unë e shikoj, e kam menduar, e kam vlerësuar, e kam peshuar, domethënë një politikan race ndaj dallohet, me fjalë kur bën zgjidhje të forta në kushte të vështira, sepse si është një shprehje, më mirë të gabosh me optimizëm sepse të rrishi drejt në pesimizëm. Dhe më duket se këta po bëjnë të dytën. Kam një mendim timin personal që them që e ka kërkuar që ta bëj baza. Ky është një vlerësim i im, ndoshta e kam gabim, por unë mendoj që çdo gjë duhet nga baza. Çdo gjë duhet vi nga baza. Por problemi i qëndron ky që të thash, domethënë që jam shumë dakord që ata kanë bërë një veprim të tillë të dënueshëm, por problemi qëndron që dhe figurat e tjera të Partisë Demokratike janë të paafta. Dhe mua kjo më lëndon. Nuk më lëndon pjesa që ata janë aty, dhe t'jenë aty. Por problemi është që sa jemi ne pjesa tjetër, që jemi të zgjuar, jemi të mençur, sa dim ne të organizohemi. Dhe problemi ky është sepse ne njerëzit që kemi ndërgjegje, ne i peshojmë gjërat, i vlerësojmë gjërat dhe mërzitemi dhe tërhiqemi. Për mua ky është gabimi. Ne duhet kemi shumë luftarak.
E kam kërkuar këtë dhe kam diskutuar edhe me figura të fuqishme në Partinë Demokratike që unë mendoj që janë, si Edith Harxhi dhe tjerë, që duhet patjetër, domethënë, të bëjmë ne një organizim që të vërtetojmë dhe të tregojmë se kush jemi. Por ata i kanë kapur ato pikat kyçe dhe nuk i ka kapur vetëm kjo pjesa e lulëzimit, po unë po të them që i ka kapur kjo pjesa e Sorosit. Ata janë shumë akoma të fuqishëm, që kështu duhet patjetër të largohen ata, të dobësohen ata. Dhe kjo vjen vetëm në qoftë se ne organizohemi. Po pa diskutim, pa në qoftë se. Figurat e fuqishme, domethënë, të Partisë Demokratike. Sepse ne jemi njerëz të qetë, të butë, ne pranojmë që t'i dëgjojmë të tjerët, por nuk është ashtu përballë, domethënë duhet të dish të kë ke përballë. Kjo është, edhe brenda për brenda është më e vështirë se sa po ta kesh përballë kundërshtarin. Patjetër, nuk diskutohet. Dhe unë ta thash, domethënë unë nisem që nga kjo, unë nuk shkoj më larg. Problematika që unë kam ngritur, edhe kur kam folur atë dite, tek Rruga e Shpresës, unë kam thënë që rinia duhet ta bëjë gjë të tillë. Janë ata që duhet që të kenë guximin dhe kurajon, siç e patën në 91-shin, 92-shin studentët, atë duhet ta vazhdonin. Por kur shikon një FRPD që krekoset, që unë sot lexova një posting të Daniel Katanës, tati djali shumë të mrekullueshëm që ka Partia Demokratike, dhe më mërziti një koment që i kishin bërë, që i kishin thënë sot që është protesta, ti po shkruan një koment të tillë, një postim të tillë. Pra, ne gjithmonë na del diçka përpara, një protestë, na del një tjetër gjë, jo po pse po flet ti tani në këtë kohë, domethënë kur do flasim ne? Kur do na jepet koha ne që ne të tregojmë të vërtetën, dhe ai kishte treguar një të vërtetë shumë të madhe. Atje kishin ardhur në takim tha me Sali Berishën, tha, edhe kishin ardhur që të bënin show, tha, se nuk kishte tha asnjë frym. Dhe frymën duhet ta sjellë rinia, duhet jenë ata kurajozët, që mos kenë frikë se po dalin përballë rrugës, shkuna ditë tek ajo rruga e shtëpisë Edi Ramës, edhe dolin me ta ashtu nga Kadana aty, ku diun ta ishin ato që i kishin blege me gateku. Domethënë, nuk është ajo zgjidhja, ti duhet jesh aty për ditë, ti duhet jesh aty për natë. Unë kam bërë thirrje, kam thënë, hidhni vaj ke rruga, sa të kushton ty një shishe vaj që t'ja hedhësh rrugës aty që të rrshjasi makina ti. Sa të kushton ty që nga rruga në shtëpinë e Edi Ramës deri kur shpret poshtë ai që ti ketë ato parrullat aty të shkruara siç kanë qenë në kohën e luftës, kur i thanë. Këta nuk kanë atë pjesë. Këta do vazhdojnë bëjnë, dhe unë kam pas një debat shumë të fuqishëm me këtë se ka ky që është kryetari i FRPD-s, që doli dhe deputet. Xhaferi, Besar Xhaferi. Po. I thash akoma vazhdon ti o zotri, i thash unë me këto gjëra, i thash ti duhet ishe tash në ballë të kësaj gjëje, i thash ti duhet ishe luftarak, i thash unë. Tani më thua, i thash unë, kjo është një devizë e jotja? Apo ti vërtet domethënë një pjesë e kësaj? Edhe va bëri blok. Domethënë brenda për brenda Partisë Demokratike, që ne kemi mendime të ndryshme, kur ti më bën blok mua, çfarë preson që ti nesër t'jesh i pari i asaj protestës Po, në fakt ne shqiptarët e kemi shumë problem ta pranojmë kritikën përgjithësisht si popull, si shoqëri. Jo më pasaj këta politikanët tonë të famshëm. Edhe ai sot është deputet, edhe ai flet atje në parlament, më tregon pralla mua me ku diun ta filma ta historira angleze. Më thënë edhe s'ka asnjë ndikim. Apo më marr vesh unë që ka shkuar me pushime në Venecia, kur ditën që ne jemi duke bërë protestë. S'ka sens kjo, am kupton Adrian, është e kanë ata që përpos pjesës së Sorosit, ta thash edhe një herë, dhe këta që janë aty
Dhe mua më vjen keq sepse doktor Berisha mendon atë gjë apo kushdo tjetër mendon atë gjë që më mirë këta çyrykët se sa t'jemi pa gjëta. Por që kjo nuk ka vlerë tha. Kjo nuk ka asnjë lloj vlere tha dhe nuk sjell asgjë kundi tha. Ne duhet kemi të paktën unë pranoj dhe besoj vetëm në momentin kur rinia përmarri fatet e vendit në dorë, vetëm atëherë mund të ketë një ndryshim. Po cila rini moj zonja Llushi, sepse nëse ne flasim vetëm për situatat e fundit apo vetëm përpara zgjedhjeve të majit 2025, kemi patur shumë pak të rinj, kemi parë pra pak të rinj edhe në për këto primaret që në shkodranët i kemi thënë primare, por dhe kemi patur shumë pak aktivistë të rinj apo të afrohen pranë Partisë Demokratike dhe me duket se këtu është një strategji nga vetë të tillë njerëz pra nga këta politikanë. Po ne thash devizi thash apo e bën ti thash? Duket se është një blokadë me fjalë, se nuk duhet ta shkarkojmë çdo faj rinis, po nëse rinisi mbyllet çdo derë, kemi parasysh se janë të rinj dhe nuk mund të logjikoje si një 50 vjeçar. Është i ri, më duhet ta çaj derën ai. Ai duhet ri 24 orë ke shtëpia e Edi Ramës, më ti bëhet maks. Ti bëhet maks më. Po ndoshta thot Berisha jo, ndoshta thot doktorë jo. Po mos i thot Berisha, po le të mos pyesë as Berishën se nuk e pyeti Berishën në 91-shin, Leonard. Okej. Nuk e pyeti. Dhe ai sot nuk duhet pyesi më, thot okej, në rregull. Detyra është kjo dhe ne duhet bëjmë këtë. Ata janë të them çuna mamaje që mbinën atje, zbukurohen, vishën bukur edhe bëjnë takim me Sali Berishën. Po çfarë fitimi ka ajo? Domethënë, në qoftë se të gjithë ne të tjerët duhet të bënim takim me Sali Berishën edhe të vënim buskuqe dhe të zbukuroheshin, vetëm ata nuk duhet ishin aty. Ata duhet ishin në krye të protestave, duhet bëni vetë ata protest, FRPD-ja, që thoshte që po, i shkum tek shtëpia e Edi Ramës, jemi bot merr i Edi Ramës, nuk del dot nga shtëpia e Edi Rama, apo nuk del dot nga kryeministria. Vetëm kështu mund të ndodhi kjo gjë, vetëm rinia mund ta sjellë ndryshimin, nuk mund ta sjellë dot Nadia që ka 50 vjet. Jam plotësisht dakord me mendimin tuaj, jam plotësisht dakord, por edhe mbështes dhe në mënyrë që i bashkojmë edhe thirrjes tuaj. Meqense ne jetojmë në diasporë, ti në Greqi, unë në Gjermani dhe kemi shumë nga diaspora që na ndjek. Dhe doja të të bëja një pyetje lidhje me diasporën. Si mendon ti duke parë edhe diasporën e Greqisë apo me ato njohje që ju keni kudo në Perëndim? Si mendon ti pse pjesa më aktive apo pjesa më e përgatitur e diasporës sot është jashtë politikës, pra jashtë vendimarrjeve të mëdha politike, është me qëllim? Me qëllimshme është, por mua më dhimbset vetëm kjo pjesa që edhe ne duhet jemi më luftarak. Nuk duhet ta pranojmë këtë gjë. Edhe unë këtë po luftoj, jemi krijuar një bërtham shumë serioze, këtu ku jam në Athinë, po mundohemi që brenda legitimitetit, jo jashtë legitimitetit, të krijojmë vërtet, sepse njerëzit janë të uritur. Është tamam koha e 91-shit dhe mua më dhimbsen këta njerëz, sepse edhe në Partinë Demokratike kur kam shkuar, që kam bërë takim, unë jam skandalizuar që siç është ajo propaganda e qeverisë, në Greqi ka vetëm socialist, nuk është ashtu i dashur. Nuk është ashtu. Edhe këtu ka demokrat të fuqishëm dhe po presin që të kenë një derë ku të vinë edhe të takohen. Ne bëm një takim shumë të bukur para një viti dhe një zonjë aty u ngrit dhe tha që ju jap shtëpinë time, tha, vetëm që të organizohemi. Problematika e kësaj është organizimi, asgjë tjetër. Dhe në qoftë se nuk ka një organizat
të stakt, siç është një organizat ekonomike, një kompani, një gjë, e njëjta gjë duhet jetë edhe patjetër për partitë. Dhe mua më erdhi shumë keq kur erdha në Greqi, domethënë që i gjeta të coftuar, të sakatuar, të pa organizuar, të pseudo organizuar, e them këtë, tamam pseudo, sepse kështu është, se kjo festa e nëntorit të vitit të fundit e tregoi sa pjesëmarrje kishte. Dhe nuk e di pse nuk kërkohet edhe nga Partia Demokratike që të ketë një organizim. Pra edhe kur erdhi në takim Flamur Noka, tha nuk kemi kohë që të bëjmë organizim, po duhet që të bëjmë telefonata, duhet të bëjmë përzgjedhje. Po si mund të bëhen organizimet pa organizuar? Si mund të bëhen telefonatat pa organizuar? Ku po i bën të telefonata? Kush je ti që po e kërkon votën Nadiës? Me çfarë statusi e kërkon votën? Me çfarë vlere e kërkon votën? Dhe unë sinqerisht edhe në kohën kur isha në 2023 që mora pjesë në fushat, edhe tani e shikoj që kjo shtresa gri, që është shtesë demokrate, nuk e quaj shtresë të Partisë Socialiste, është shumë e trash. Është shumë e trash dhe shumë e fuqishme. Po mirë, si mendon? Sali Berisha apo erdhi u prit me flamur elektoral. Domethënë ishte e pa imagjinueshme që mos të kishte një flamur kombëtar në atë takim. E pa imagjinueshme. Që kështu lë shumë për të dëshiruar, megjithatë puna është shumë e madhe që duhet bëjmë, sakrifica është shumë e madhe. Gjithmonë Partia Demokratike është dera edhe shtëpia jonë. Unë nuk mendoj që mund të ketë organizime jashtë kësaj strukture, ta them me shumë bindje këtë gjë, sepse ne nuk jemi në Partinë Demokratike për një emër, por jemi sepse është një parti demokratike dhe ne duhet ta shpëtojmë Partinë Demokratike. Jo vetëm thjesht si parti, po duhet ta shpëtojmë si opozit. Dhe ky është, si thua, qëllimi që i kam vënë vetes time. E di që duhet shumë kohë, e di që duhet shumë luftë, sepse këto pseudo kryetarët apo pseudo organizimet do luftojnë, do bëjnë atë qëndresën e tyre, në çfarë do lloj mënyre, por që duhet bërë patjetër. Shiko, keni, Nadia, duke pasur parasysh që ju jeni, pra dhe shprehet edhe vetë se sa aktive keni qenë pranë Partisë Demokratike dhe sa zhgënjur jeni me ato çfarë ju keni patur pritshmëri nga Partia Demokratike. Por nëse ngelim këtu ke diaspora, tani ne vazhdimisht po vëm gishtin në plagë, por nuk po mendojmë se si të kurohet kjo plagë. Dhe ka diçka konkrete, qoftë me diasporën në Athenë në Greqi, qoftë me diasporën në Perëndim, pra si mund diaspora të bëhet vendimarrëse për fatet e veta? Është një fjalë shumë e madhe kjo diaspora dhe mundohen të gjithë marrin flamurin, kupton? Eksakt. Domethënë të gjithë mundohen që të jenë që të flasin, të thonë atë të tyre, ose të organizohen në mënyrën e tyre, por nuk është ashtu. Diaspora është, mendoj unë, që është burimi më i fuqishëm për të ardhmen e Shqipërisë, sepse janë të gjithë ata që janë larguar nga ateu, dhe janë të Zot, janë të fuqishëm, nuk e diskutoj, por duhet të ketë një organizim më specifik. Dhe ky është problemi i diasporës.
që të gjithë duan të marrin flamurin si në Shqipëri. Dhe ne kërkojmë vetëm thjesht nga Partia Demokratike që të na japi një okay. Pse duhet pritur kjo okay nga Partia Demokratike? Po shiko Nadia, në qoftë se unë dua për shembull të krijoj një organizat në Greqi, mua më duhet patjetër një dokument që unë të bëhem legjitime këtu. Për shembull, pjesa e Lamias, ne kemi patur fatin që Valbona Doko kandidoj si deputete e Partisë Demokratike nga diaspora, dhe kjo është një fitore shumë e madhe. Unë nuk e them, pavarësisht se ajo nuk fitoi, nuk arriti dot që të hynte në parlament, por është e para grua, dhe për më shumë që është femër, më thënë që arriti një rezultat, arriti një organizim. Por problemi qëndron që ti organizohesh, por ti duhet të jesh legjitime në shtetin ku ti ekziston. Dhe ne këtë po kërkojmë nga Partia Demokratike, që na jepni të drejtën e legjitimit. Se mund të dalin shumë pseudo-kryetar, 1, 2, 3, 4, 5, por problemi është që, o zotri, ky e ka të drejtën që t'jetë legjitim. Se bëri një takim ai Alfred Fizi, par vjet në duket që, apo vjet, nuk e mbaj mend tani, vjet, për vitri, edhe ftoi atë Dora Bakojanit. Edhe i shkoi sekretarja në takim. Edhe i tha, po pati mundësita dhe këto fotota që po bëjmë sonte, thatë mos i nxjerrësh ta, sepse ju jeni të delegitimuar, nuk jeni ligj. Nuk jeni të ligjëruar në Greqi, tha. E kupton? Kuptoj. Me thënë, shqiptarët, dhe ata që unë kam takuar mbas zgjedhjeve të 11 majit, të gjithë më kërkojnë këtë gjë. Nadia, ne duam të jemi legjitim. Jo pa qëllim e bëra këtë pyetje për të marrë sa më shtërruese shpjegimin tuaj. Po, dhe më fal ta them deri në fund. Kur unë shkova dhe tek takimi, takova dhe Sali Berishën, ja kërkova këtë gjë, më kaloj tek Flamur Noka, që në rregull, logjike është, sepse është sekretar, është organizativ. Edhe për këtë kërkova, po Nadia do ta bëjmë, dhe nuk u bë asnjë gjë. Dhe ne, domethënë, nuk kemi të drejtën që të organizohemi legjitimisht pa marrë okay nga Partia Demokratike. Dhe unë nuk e kuptoj pse nuk duan ta hapin këtë derë. Kjo është qëllimshme, kjo është e pa aftësisë. Unë këtë nuk arrit dot ta ndaj. Dhe megjithatë unë luftën do ta bëj, jo. Unë jam pro asaj pjesës që të shkoj ta kërkoj përsëri, do të vazhdoj të bëj asaj dere, a kupton? Sepse duhet një zgjidhje patjetër. Duhet patjetër, po kujt i shërben kjo gjendje, sepse në të vërtetë në diasporë ne shohim struktura formale, struktura të lodhura, ose drejt për drejt pa funksion. Ku i shërben kjo gjendje? Unë mendoj që kjo i shërben dhe vetë Partisë Demokratike në momentin që është tani. Sepse janë vetë të pa organizuar, kupton? Dhe ato diku do ta vënë fajin, që kështu ai po të jetë organizuar, nuk e vë dot fajin që e ka fajin organizimi im. Ju intereson kjo situata kështu e mjegullt. Por problemi qëndron që ka ardhur momenti se zgjedhjet po vinë përsëri dhe duhet gjërat të kristalizohen, nuk ka më kohë. Dhe nuk ka më atë luksin që ti të thuash nesër që mi vodhën votat. Se nuk u vodhën votat, zotri. Unë kam qenë vetë prezente, unë ja kam çuar me mesazhe atij djalit që ishte në komisionin e zgjedhjeve të Franc Nurit. Unë kam qenë vetë,
thjesht është çështje organizimi, asgjë tjetër. Domethënë unë shkova, ta them historinë, kisha një zarf të një zonjës nga që nuk organizuam ashtu siç duhet. Unë kisha një zonjë që e ndiqja këtu ke lagja, kisha ca njerëzit e mi që u interesova, që shkova shtëpi më shtëpi që të plotsonim atë të zgjedhjeve. Edhe morë zarfin e saj dhe ishte i shoqi aty dhe tha, Nadia, unë zarfin dhe nuk e kam marrë, tha. I thashë, mos për to, hajde me mua tani, thashë, dhe shkojmë të dy, thashë, unë tek posta. Tani, tha, kam lënë takim, tha, unë, tha, do shkoj diku, tha. Okej, thashë, unë punë të ti, kupton, nuk mund të ndërhyja. Pa diskutim. Edhe shkova në post. Po prisja vajzën time se të përcillte zarfin dhe ajo, me të drejtën e Zotit, me sinqeritetin e Zotit, duke i bërë zgjedhjet ashtu siç duhet, legjitimisht. Pra vajza ime votoi rregullisht me zarfin e saj, unë nuk ndërhyra në atë zgjedhjen e saj. Ajo zonja po prap ma dha të mbyllur zarfin vetëm thjesht që do ta dorëzoja unë ditë aty. Edhe domethënë isha unë vote e Partisë Demokratike, se e dija që ishte edhe vajza ime, nuk diskutohet, domethënë që e kisha diskutuar dhe ma kishte thënë që e kam vënë për filanen. Kjo zonja dhe unë, 3 veta. Në atë moment, aty kur isha tek zyra, erdhi i Partisë Socialiste, zotria, dhe mori 4 zarfe. I nxori ato numrat, ja dha ajo punonjësja e postës, dhe ai doli aty më njanë, edhe me telefon, jo vetëm Partisë Socialiste, por edhe preferenca, dëgjoj, kush është Nadia, po, do të firmosësh për, nuk e di, për Adriana Galan, po them, kupton? Po e marrë nga pjesa e Partisë Demokratike. Dhe i ndau ai votat ashtu siç duheshin dhe preferencialet. Pra nuk e la atë kutin bosh dhe të preferenciales. Mbaroi me 4, mori dhe 4 tjera. Mbaroi dhe 4, mori dhe 4 tjera. Unë kisha gjysmë ore që po priste se do vinte vajza të mësillte zarfin, që ta dorësonte zarfin. Ju kuptoj. Më iku mendja. Domethënë, një organizim i papar. Që organizuar. Po, dhe unë e shkreta nuk kisha mundësi, domethënë që edhe atë zotrin që të vinte se do humte kohën për të sjellë votën, dhe atë nuk e bëra dot që të vinte me mua, që të vinte të cilëte votën atë moment. E kupton ti? Ta organizimi? Çudi. Me fjalë, kjo nuk e di. Tash ne ose të paktën unë përpiqem të shoh gjërat nga larg nga jashtë, sepse nuk jam i brendshëm dhe nuk kam qenë asnjëherë antar asnjë partie, kupton, por thjesht politika është ajo që na ushqen për ditë. Politika është ajo që ndërton shtetin, politika është ajo që ndërton jetën sociale, politika është ajo që ndërton edhe familjen. Dhe më thënë të drejtën 2025 ka qenë një zhgënjim jashtëzakonshëm për çdo kënd, sepse nuk mbaj mend jo në Shqipëri, por të paktën të lexosh sot në botë qeveri më të korruptuar apo më shumë skandale, me gjysma qeverisë në burg, zëvendës kryeministër të larguar, tjetra në hetim, dhe mos të fitosh, nuk e di se kur mund të fitohet. Vetëm me djegsat ajo qeveri duhet kishte rënë. Dhe ne vazhdojmë paguajmë për djegsat, e kupton sa e rënë që është kjo pjesë? Absolutisht. Është e frikshme, jo e rënë, domethënë. Shiko, kjo është e çuditshme, pra kur mendon asnjë lev të saj që ajo domethënë të paktën të ndaloj këtë rrjedhje. Të paktën opozita këtë duhet bënte, që të ndalonte rrjedhjen e këtyre pagesave. Okej, në rregull, është bërë gabim deri këtej, është bërë vjedhje, është bërë mashtrim, është bërë çka ku diun. Ama të paktën stop. Një stop, nuk i ka vënë askush në një stop, askush. As të huajt, as vetë Partia Demokratike, as opozita, askush nuk u bën një stop. Nuk arrin dot, nuk kanë fuqi që ta bëjnë një gjë të tillë. Se janë të mbaruar, janë nuk kanë fuqi për asnjë gjë. Ku të kemë fëmijë, si mund të ngjallat shpresa zonja Allushi? Nëse edhe ju e thoni janë të mbaruar, nuk po bëjnë, si mund të ngjallet shpresa? Dhe ose të bëj një pyetje pak më ndryshe.
mendon që ka vend, jo ka vend, por a lihet vend nga, po themi nga drejtuesit e Partisë Demokratike për figura të reja, për figurat e pa kopërmentuara, apo thjesht është ëndër që të vinë këto figura sepse vetë sistemi nuk lejon? Ne kërkojmë një derë të hapur. Dhe ajo derë nuk po hapet. Ne do vazhdojmë që ta kërkojmë të derën për të hapur. Por unë bëj analogjinë e 91-shit. Përballë Ramiz Alis ishte ai Frank Roqi, që ka qenë inxhinier tek instituti që punonte dhe mami im. Dhe ai arriti që t'i merrte votat. Pse arriti ai që t'i merrte votat? Sepse ai ishte një figurë e pastër, një figurë e sinqert, një figurë e vërtet. Dhe unë këtë mendoj, që Partia Demokratike, në qoftë se do që të ketë dhe rezultat humbës, por serioz dhe të vërtet, duhet që të afroj patjetër figura të fuqishme. Figura reale, figura të vërteta, figura serioze. Dhe njerëzit këtu po më kërkojnë. Nadia më thonë mua se i them unë që do organizohemi, do bëjmë këtë. Nadia, në qoftë se do vazhdohet me një Alfred Fizi, ne nuk vim. Në qoftë se do vazhdohet me këto figura, ne nuk vim. Në qoftë se do na sjellësh dikë që vërtet e vlerësojmë, është serioz, siç është Valbona, Doko apo kushdo tjetër që mund të jetë, po ne jemi dakord. Por ne përsëri këtë gjë e duam në legjitimitet. Pra ne nuk duam të futemi poshtë atje ka ai bodrumi i hotelit që na mbledh ai zotria, që pretendon që është kryetari i Partisë Demokratike këtu në Afin, edhe të jemi hajdutse. Ne kemi personalitet, ne kemi dinjitet, ne duam një zyrë serioze, një zyrë normale, ne duam të ketë logon e Partisë Demokratike. Hajde ta bëjmë në atë mënyrë. Dhe unë atëherë kur e takova dhe kur erdha atëherë Alfred Fizin, këtë i kërkova, i tash zotri, çfarë ke bërë ti për tu legjitimuar këtu në Greqi? Këtë kërkoj unë. Unë dua që kur të shkoj të futem atje në zyrën e Partisë Demokratike apo atë që më përfaqëson mua, unë të jem serioze, mos mbi mua nesër policia dhe të më fusi brenda, se ti je e pa legjitimuar. Dhe ne këtë po i kërkojmë Partisë Demokratike, ne nuk po kërkojmë asnjë gjë tjetër. Asnjë gjë tjetër nuk po kërkojmë, ne po kërkojmë që të jemi legjitim, që të ketë një zyrë normale, që ne kur të shkojmë atje mos kemi frikë se do vi policia na më fusi brenda. Se dhe mua Valbona ma tregoi historinë dhe tha po, tha, ke shumë të drejtë, më tha mua se kur hapa zyrat unë, tha, erdhën tha policia dhe na kontrolluan. Po pra i thash, po ti e kishe letrën, i thash, unë nuk e kam letrën. Unë kam punuar në ilegalitet, po kjo nuk është e drejtë, i thash që unë punoj në legalitet, sepse unë jam jashtë ligji. Dhe ne këtë po i kërkojmë Partisë Demokratike, ne nuk po kërkojmë asgjë më shumë. Ne si diaspor. Dhe ata i japin akses personave që nuk janë të legjitimuar. Dhe mua më dha fjalën Flamur Noka kur shkova në takim, ta çketi ta do të organizojmë pas datës ta kaq ne do organizohemi. Asnjë organizim. Okej, prapun po kërkoj personalisht dhe po them okej në rregull, s'ma organizon ti, po vi unë që ta organizoj. Por të lutem më jep mua legjitimitetin. Më jep mua të drejtën që unë të kem, të shkoj tek zyrat e shtetit grek dhe t'i them që urdhro, kam të drejtën që unë të organizohem sepse ne jemi përfaqësi këtu. Dhe të lutem shumë më jepni numrin lifti, atë numrin e sigurimeve, e tatimeve. Se çdo organizat do të ketë një numër tatimi. Unë i them atij zotrisë Alfred Fizi, ma jep një çik numrin e tatimit që ke ti. Jo, po unë jam akoma, po si punon ti pa një numër pa u regjistruar në këtë shtet? Nësa shkon ke Partia Socialiste, i kanë të gjitha në rregull, I kanë të gjitha në rregull. Dhe nuk i vë faj unë atyre. Dhe nuk i quaj kundërshtar unë ata, sepse unë ata i kam shqiptar, unë i kam shok, i kam miq. E kam unë shumë shok dhe shumë mik atë që është kryetari i Partisë Socialiste këtu në Greqi. Kam ngrënë bukë me atë. Kam bërë
takime, kam bërë shoqëri dhe të gjitha. Po ai është organizuar o zotri. Ka një zyrë, ka një logo, ka një... I ka të gjitha. Pse unë mos t'i kem? Pse unë mos t'i kem? Dhe unë këtë po i kërkoj Partisë Demokratike, unë si kërkoj as lek, që të më mbështesi asnjë gjë, se okay, gjithë njerëzit po vinë me lekët e tyra. Por të paktën më jep këtë. Dhe unë kam shkuar tek Sali Berisha 10 në dhjetor, kur kisha vitin e babit. Kam shkuar prapë më vonë në shkurt. Kam shkuar dhe kur erdhi këtu në takim, që erdhi dhe tha që okay, tha, ato kartat e Shqipërisë e Tiranës kanë dalë, tha, të testerës së partisë. Shkova e kërkova prapë atë testerën dhe ajo tester që nuk ishte, por që më premtoi që do vinë të organizohemi dhe nuk organizua asgjë. Pret puna, dal nga dal. Nuk është vetëm thjesht çështje paftësie. Mërzitem sepse them, okay, kjo nuk që ka një çështje paftësie, se nëse do ishte paftësi do thoshte tjetri, okay, zon, hajde bëje ti. Hajde bëje ti. Unë kam qenë edhe me Petritin, kemi qenë atëre me Petrit Fidanin, kur shkum që i kërkum teserën, edhe nuk e kam, tha. I thash unë si nuk e ke teserën, po jo, tha, çështje ta se nuk kemi ta se ku ta printojmë. I thash unë ti po tallesh, i thash zotri, i thash se unë kam punu ke Megategu, i thash unë printoja, thash unë 70 karta në ditë të atyre klientëve, 2.000 euro bën ajo, thash, karta, ajo makineria e printimit kartë. Mos ma thuaj mua këtë, i thash, më thuja ndonjë tjetër, i thash, po jo mua. Në fjalë, shiko, Partia Demokratike ka shumë probleme pa fund brenda vetes. Dhe Partia Demokratike ka probleme pjesën e Sorosit, por ka probleme të organizimit. Dhe ta thash edhe një herë, domethënë që më vjen keq që nuk dua ta pranoj që është e qëllimshme. Mund të jetë deri diku e qëllimshme. Nuk do, por me mendu e mendon. E mendoj sepse nuk ka alternativë tjetër. Kuptoj. Por që unë përsëri si Nadia apo si kushdo tjetër do vazhdoj të luftoj dhe të kërkoj atë që duhet dhe duhet patjetër ta bëjmë. Se nuk ka zgjidhje tjetër. Kohët e kanë që lodhen. Kohët e kanë që marrin kohë. Kohët e kanë që e diskutojnë ka makineri, më kupton Nadian? Domethënë, këto duhet ka ardhur koha dhe momenti që stop zotri. Si ti që nuk di, apo që bën sikur nuk di, apo si ti tjetri që je sorosian sepse ke një detyrë dhe një qëllim, deri këtu ishte. Partia Demokratike duhet të fillojë organizimin e saj nga rregull. Nadia, me lejo që po them Nadia kështu në emër miqësisht. Në prill janë zgjedhjet e Partisë Demokratike për kryetar. Dhe ka disa kohë ose disa muaj që ka filluar dhe një lëvizje tjetër, një foltore tjetër, foltoria Saliani. Pra, sot kemi dy foltore në Shqipëri, foltoria Berishës dhe foltoria Salianit. Në prill kemi zgjedhje për kryetar të Partisë Demokratike. Kush është mendimi juaj për lëvizjen Saliani dhe në prill do ketë tjetër kryetar Partia Demokratike apo do vazhdoj tjetë doktor Berisha? Tani, Saliani nuk e njeh kuvendin e 11 dhjetorit, është tjetër histori, as nuk marr guximin ka. Po, aty keni gjithë, të gjithë ata që se kanë njohur 11 dhjetorin, aty keni. Po mua më vjen një tjetër sepse edhe ne që nuk kemi Saliansa dha, po bëhemi detyrimisht Saliansa dha. Po na vërtetën domethënë që okay, s'po ta japin të drejtën, bëj çfarë dush domethënë. Por që jo, nuk është ajo zgjidhja për mendimin tim. Ne duhet jemi patjetër të organizuar dhe duhet jemi patjetër brenda një sigle, brenda një drejtimi, se nuk ka kuptim ndryshe. Nuk ka kuptim ndryshe. Domethënë, Saliani është një kuk sapuni që
do argjeta lek. Nuk e di nga i ka, se ai dhe nuk punon tani. Unë çuditem me këta njerëz, nuk e di ku i gjen ai të ardhurat se unë e kam dëgjuar me veshët e mi që ka dhënë nga 50 euro atje në Korç që kam mbledhur ata njerëzit. Edhe Si japin të lek kështu këta njerëz? se për atë takimin që u bë atë kuvendin e 11 dhjetorit që u bë që ajo që i thonë Te stadiumi? ke stadiumi Te Era Albeni. ai spaku i dini jo të vita të stadiumin ku të trauti vlla. Po, Tash i ka të i ka të lutkën sa, i ka të përmatit lutin sa. Se dhe ata kam punu fuqishëm, kanë lekë, nuk diskutohet. Se unë kam punu me gati. unë di vetëm time që s'kam, mos e di ata që se ku i marrën ata tjerë që kanë, po unë di që s'kam. Po pra, do të thënë, edhe unë në këtë sens e kisha që edhe unë do doja të isha një alianse. Po që s'kam lekë. More le mos kemi, shiko, le mos kemi lek, po të paktën të kemi një sponsor. Se ai edhe le siguri dha, edhe po bën takime, edhe pa punë është. Se di ku i dhe lekët dha, kush e investon, dha kush është banka. Po në prill, si më thonë, kush do ketë tjetë kryetar PD-ja, apo do kemi doktorin sërish? Shiko, paketisht të me thënë mërzitem për këtë pjesë, sepse kam shumë kohë, jo tani, edhe kur doktori dha dyreqen atëre, mundohesha me mendjen time që të gjeja një lider si Sali Berisha, dhe kjo më lëndon më shumë. Sepse nuk gjej dot një figurë qoftë të arrirë, domethënë. Dhe nuk e besoj domethënë që fryma që Figurë si doktor Berisha, apo që është leadership, apo është legjendë e pluralizmit, mendimit, do them, sepse demokratik se di akoma jemi në demokraci apo jo në Shqipëri, është vështirë të gjinë, sepse edhe vetë situata ka ndryshuar dhe vetë kohërat ka ndryshuar dhe tashmë ne duhet të kuptojmë për një lider pak më ndryshe. Unë jam femër, mos ta harrojmë këtë gjë. Dhe unë figurë, paktën unë si Nadia, figurë më të arrirë dhe më të organizuar dhe më të fuqishme politikisht se sa Josefina Topalli për momentin e dua apo nuk e dua unë tha, siç nuk e dua apo nuk e dua doktor. Po ku është, po mirë, më fal, ku është zonja Topalli sepse nuk po dëgjohet fare. Dhe si mund të jetë kaq figurë rëndësishme një ish kryetare e parlamentit, duke qenë nën kryetare e Partisë Demokratike dhe në gjithë këtë rromuj, në gjithë këtë zhurmë, në gjithë këtë paqartësi, ajo nuk shihet dhe nuk dëgjohet asgjë kundi. E ke shumë gabim, sepse unë kam qenë vetë rastësisht në një dhjetor që... Po flas perceptimin tim nga larg, nga jashtë. Ajo nuk mungon kurrë në asnjë protestë, në asnjë kërkesë të Partisë Demokratike. Do me thënë, mund të jetë në ato tonët e ulta, që nuk bie në sy, por që ajo është aty. Ajo është aty dhe unë e kam analizuar dhe them që unë edhe Argitën e kam shumë për zemër, më pëlqen jashtëzakonisht shumë, po meqense doktori idenë e kalimit familjar dhe për mua është shumë gabim, sepse edhe këtu në Greqi për shembull e kam parë që këto partit vazhdojnë dhe ja japin stafetën fëmijëve të tyre, kupton? Ju jeni dakord që stafeta e leadershipit Partisë Demokratike të shkojë tek fëmijët e doktor Berishës? Do të jesh dakord që të jetë Argita Maltezi. Është jashtëzakonisht e përgatitur në të gjitha drejtimet, edhe nëse nuk do që të jetë kryetare e Partisë Demokratike,
pretendoj nesër që ta kem presidente, pretendoj nesër që ta kem kryetar kuvendi, kupton? Është figurë e përgatitur, është figurë e organizuar, është figurë e krijuar, nuk ka shtegje. Por që për Partinë Demokratike tani për tani unë nuk shikoj dot figurë tjetër përveç Josefina Topallit. Edhe fakti që ajo është aty, edhe ato takimet që bëri në diasporë ishin shumë të fuqishme në Itali. Ishte çdo gjë organizimi i saj, nuk ishte shumë, u tregua shumë e fuqishme. Nuk erdhi në Greqi realisht, sepse ne ja mbyllëm derën, i tham që është e kot që të vish në Greqi se nuk ka organizim, sepse ajo është figurë organizative, pra ajo do t'i gjente strukturat të krijuara, të organizuara, dhe ajo të vinte për të krijuar, për të dhënë atë pjesën e partisë, domethënë, për të dhënë informacionin e partisë. Që kështu, po paktën në Itali bëri goxha punë, no? Nuk më ta mohojmë atë gjë. Okej, nuk e di. Ishte shumë e fuqishme atje. Po diaspora s'është vetëm në Itali, diaspora ka edhe në Gjermani, ka në Amerikë, ka në Angli, jam shumë ka në dakord, Greqi. po për aq kosa ishte domethënë atë drejtim si Okej, unë bëra një pyetje sepse mund të kemi shumë figura aty që mund të jenë shumë më kot, sepse ke Albana Vokshin me vite kryetare të gruas dhe nuk e di është zgjill. Ndonjëherë që në 2009 në maj o rizgjella apo diçka kryetare e gruas. Apo ke Edi Palokën që del para gazetarëve dhe thotë Rama dhe thotë gazetarëve vazhdoni e ju. Pra kemi disa tip njerëzish të ndryshëm brenda Partisë Demokratike që vegjetojnë aty. Ne po shikojmë për figura strategjike, nuk po flasim për disa njerëz që përdorin ca slogane, përdorin ca klishe, përdorin ca mënyra komunikimi që në rregull për momentin mund të kenë pak vlerë, por ne po flasim për njerëz serioz, ë? Po mirë, serios i quajmë përderisa janë deputet, janë komision e ligjësh. Albana Vokshi apo Edi Paloka, më kupton? Domethënë, ajo është një figurë shumë e njohur edhe jashtë. Nuk është vetëm brenda kufive të Shqipërisë. Qëllimi i pyetjes time për zonjën Topalli ishte ky, duke patur parasysh që ajo ka gjithë atë background dhe gjithë atë forcë politike që ka patur. Dhe ajo po duhet ta gjej mundësinë ajo për ta ngritë një kauzë apo për të luftuar pak më shumë brenda Partisë Demokratike. Shiko, kauzat ajo i ka ngritur gjithmonë, edhe ka luftuar për kauzat. Por që e kam fjalën, le të jetë vota ajo që ta përcaktoj. Le të jetë vota, do ketë garë, mirë, okay. Do ketë garë brenda Partisë Demokratike për kryetar? Se dim, ta shikojmë. Ka në një figurë që ju, mi fletë duke patë parasysh që ju jeni pak më të brendshëm, ka në një figurë që përflitet që mund të jetë realisht rivalizues ndaj doktorit në prill? Po që ka filluar televiz diçka, jo mendimi dhe dëshira e jonë, po që ka filluar televiz dhe gjërat e brenda. Çdo gjë u zerrua, u bë blackdown në momentin domethënë që fatkeqësia që ndodhi me Partinë Demokratike, por që unë mendoj që vetëm zgjedhja me votë dhe me referendum mund të japi një zgjidhje situatës. Mendoj që nuk është çështje se doktori nuk ka fuqi të tijat, ne ja dim që gjithë backgroundin edhe gjithë çfarë ai ka realizuar. Problemi qëndron që duhet patjetër të dështohet stafeta. Për çështje moshe, asgjë tjetër. Po që të dorëzohet stafeta, sepse nuk besoj se është dikush në këtë botë që thot
po ngrihem unë nga karrige dhe me revoluti pa e merituar. Pra besoj që duhet edhe doktori nuk kemi pse presim këtë të ngrihet ai dhe të thotë dikuj ulu. Nuk e ka atë lloj koncepti ai. Jam shumë e sigurt për këtë. Nuk e ka. Jam shumë e sigurt që nuk ka një lloj tillë. Mendon që ka zënë mend doktori që me Bashën, që me sjelljen e Bashës në PD, në kryetar Partisë Demokratike, sepse kështu e solli ai. Po iki unë u luti. Jo, nuk e dha ashtu, po gjitha situatat që erdhën atë mënyrë, po unë them që ai është njëri i hapur, është me horizont, është njëri që i kupton gjërat. E di dhe ai shumë mirë, domethënë ku jemi, në çfarë pike jemi, që kështu nuk besoj se por kësaj radhe, në qoftë se si tha ai, tha, më bëj një herë, tha, nuse, tha, dhe di unë si të nuseroj. Ma do mendja që në qoftë se herën e parë e hëngra, tha, atë gabim, tha, tani, tha, nuk e bëj më, tha, që kështu besoj se kësaj radhe do jetë shumë i kujtesshëm që ta dorëzoj stafetën në mënyrën më të mirë të mundshme. Zonja Lushi, unë të mirënjohës që me ke nderuar sonde në emision edhe pse fundjavë, ditë shtunë, ju të ka patë parasysh që punoni gjatë gjithë javës dhe atje është një orë më vonë se sa kemi ne këtu. Dhe keni lënë ato obligimet tuaja, po keni lënë, si thosh, jeni shmang nga familja dhe ishe në bisedë me mua dhe me audiencën tonë. Unë jam shumë mirënjohës dhe nëse ke diçka për të thënë që ndoshta unë s'u kujtova ta diskutojmë apo ti ke dëshirë ta thuash, mund ta thuash. Gjëja më e rëndësishme që mendoj unë, nga sa kam parë në gjitha situatat që bën, unë mendoj që ndryshimi do vi nga diaspora. Edhe jam e bindur për këtë pjesë, sepse janë shumë të ezauruara figurat që janë në Shqipëri, nga të gjitha anët, në gjitha partitë. Spektrin politik. Po, gjithë spektrin politik, sidomos të Partisë Socialiste, sepse unë nuk shikoj, domethënë, nëse Partia Demokratike e kaloi atë fazën e goditjes, mos të harrojmë, domethënë, që shumë shpejt do vi edhe Partisë Socialiste. Por problemi qëndron që nuk do jetë aq kollaj për Partinë Socialiste, sepse ka shumë mëkate në kurrizin e saj. Dhe në qoftë se ne duam që të kemi një politik të shëndosh në Shqipëri, nuk duhet jetë vetëm pozita, po duhet jetë dhe opozita. Pra, në qoftë se nesër Partia Socialiste do jetë në opozit, nuk mund të jetë dot me këtë lloj partie që është sot. Shura, Partia Socialiste ndoshta e mban, si thosh, të fortë pushteti, sepse është Rama kryeminist, pra ka qeverinë, ka mazhorancën, sepse unë mendoj që është zi e më zi, keq e më keq, po të ishin ata në opozit, mi fjalë nuk e di se si do ishin dhe çfarë do bëhen. Edhe nesër në qoftë se e merr Partia Demokratike qeverinë, po flas kështu tamam. Domethënë kush do e bëjë opozitën? Sepse një qeveri që të punoj saktë, të punoj qartë, duhet ketë një opozit të fortë përballë. Lapa edhe shehe ndoshta bëjnë opozit, sepse ata edhe sot po bëjnë opozit. Ato janë të mbaruar, ato nuk ekzistojnë, nëse ata dëshuan siç janë shuar. Domethënë, unë bëj një analogji të partive që janë këtu në Greqi, kupton? E bëj njësoj si për në Shqipëri. Dhe këto lloj partish, domethënë, janë pa vlerë fare këtu. S'kan asnjë fuqi. Ato thjesht ekzistojnë kot sepse i investon dikush. E njëjta gjë është edhe atyre, ata do vdesin, nuk kanë jetë. Nuk kanë jetë. Problemi është ky që thash, domethënë që unë nuk më shqetëson vetëm thjesht çështja se se mund të ngrihet nesër Partia Demokratike dhe të marrë pushtetin, të jetë zonja, të jetë fuqishme, Problemi është që kë do kesh opozit. Të
Të zgjidhim, të zgjidhim një herë mazhorancën, pastaj të shohim për opozitën. Por në problemi është se ne sot më duket se s'kemi as mazhorancë as opozitë. Por dashur do të vi koha që të normalizohet situata politike në Shqipëri, që të kemi mazhorancë, të kemi opozitë. Të jemi si perëndimi, ku të ketë sindikata, shoqëri civile etj. Ma vjen keq domethënë që ne duhet ta kalonim këtë situatë dhe më rënd se sa të tjerët në atë pjesën e asaj socialistes që ishin dikur, domethënë, sepse vendet e tjera kanë pasur forcën dhe guximin dhe kanë kaluar më butë. Dhe diferenca është sepse në këto vende nuk u prish prona private, siç u shkatrua në Shqipëri, por që nuk mund të them që nuk jam optimiste. Mendoj që do gjejmë forcat dhe fuqitë për të dalë nga ky batak. Shumë shpejt, mendoj që qeveria është në gramat e fundit. Nuk besoj se ka më fuqi që ta mbaj veten e saj në këmbë. Por tash, domethënë, është një çik e dhimbshme kjo pjesa që kush do ta marrë stafetën nga ana tjetër ose nga opozita, por që kuços travosi thon grekët, domethënë një çik kështu si topall tha, do dikush do ta marrë tha. Në të shanse do mbetet akoma një situatë akoma e nder, deri në momentin se nuk është kollaj që të ketë ndryshim drastik ose të ketë Ju kuptoj se të ketë një leadership të ri dhe një leadership të fortë. Demokracia nuk vjen aq kollaj. Unë kam qenë në 96-ën, se harroj, kam qenë për një specializim për një javë Danimark, edhe ai drejtori i sigurimeve shoqërore atje, domethënë ishte goxha burr, zotni, edhe na priti në një mbrëmje në shtëpi të vet, domethënë. Edhe unë isha shumë kështu e egzaltuar dhe tash unë po ecim edhe tha, Nadia tha, mos e merr kaq patriotikisht, më tha mua, ata qetësohen çik tha. Se një herë, domethënë, ai ishte 70 vjeç burr. E thash unë sinqerisht, po ne ta që kemi arritur këtu me vajzë dashur, tha, kemi dashur 100 vjet, e kupton? Domethënë, mos e merr kaq, domethënë ti kalon dhe jo aty shkallën. Patjetër. Do javë një retrospektive, thash unë sa idiote që jam, thash. Thash unë, mirë thash që unë, domethënë, ne dolëm nga një diktaturë e frikshme, por ne edhe kur kemi hyrë në diktaturë, kemi qenë gjysmë feudal. Domethënë, ne nuk i kemi arritur këto shkallët. Ne kemi çik mbrapsh që të ecim këto shkallët. Ju kuptoj. Logjika po ta marrësh i çik shumë më prej vërteti tha, ose më ta marrësh i çik më qetë. Por më vjen shumë keq domethënë që ne pse duhej që të vuanim kaq shumë dhe të përballonim situata që nuk i kanë përballuar të tjerët. Sepse edhe ne kur dolëm nga diktatura, ishim se ai që futi 40 ditë në shkretir, kupton? Sepse ne nuk kishim eksperiencë, ta themi trosh tani. Ajo është vërtetë, e njëjta gjë po ndodh tani, që ku e gjetëm eksperiencën ne, që domethënë Partia Demokratike do dënojë në këtë mënyrë, do goditej në këtë mënyrë, qoftë juridikisht, qoftë nga gjitha anët. Se kemi një eksperiencë të tillë. Asnjë vend i botës nuk ka një eksperiencë të tillë. Ta themi trosh. Që kështu ne po eksperimentojmë. Okej, shoqëria shqiptare është shoqëri eksperimentesh, zonja Llushi. Prandaj them që ajo figura e Sali Berishës nuk është thjesht domethënë që unë jam saliste apo si thon berishiane. Unë e shikoj sepse ai ka një bagazh të tillë dhe ka një eksperiencë të tillë që ndoshta mund të jetë i vetmi njeri që mund të kuptoj dhe mund të krijoj situata të tilla që të ndihmoj në atë më të mirën të mundshme. Nuk ka zgjidhje tjetër. Domethënë unë po të isha nuk e bëja dot, ose kushdo që të ishte. Nuk e bën dot. Zonja Llushi, unë të falenderoj
Të falenderoj për bisedën që patëm, për mendimin që ndave me mua dhe me audiencën tonë dhe shpresoj që të mos ti jesh bezdisur nga unë dhe ti jesh edhe në emisionet e tjera që të bashkëbisedoj dhe të ndaj mendime edhe herë të tjera. Po që le të shpresojmë që të bëhet më e mira, ta thash, ne nuk shpresa duhet. Nuk të rreshtim kur që të kërkojmë më të mirën e mundshme, edhe si thaj, qori me një sy thon mes qorrave tha, është prap tha me vlerë. Pa diskutim. Por që nuk duhet ta shikojmë kaq dramatike, mendimi im, sepse këto janë situata që nuk i kemi hasur ndonjëherë. Ja që na erdhi fati që t'i hasim, duhet që të gjejmë zgjidhje dhe mënyrat më të mira të mundshme, për më të mirën e ardeut edhe të vendit, nuk diskutohet ajo. Që kështu mendoj, diaspora është ajo që duhet bëj ndryshimin, duhet bëj hapin e rëndësishëm. Të shpresoj. Jo një diaspor falso, tash domethënë duhet jetë shumë me kujtesshme përzgjedhja e pjesës së diasporës, sepse si gjithmonë kudo ka njerëz që shfrytëzojnë momentin. Dhe mendoj që Partia Demokratike nuk diskutohet që do dali nga kjo krizë, nuk diskutohet. Dhe thash që më e vështirë do jetë pjesa opozitare se sa pjesa e asaj që do bëhet opozitë, kur i thon. Dhe unë mendoj që duhet jemi shumë të kujdesshëm, shumë të qetë, duhet të durojmë. Durimi mendoj unë është Zonja Allushi dasma don mish dhe këngë, morti don vaj dhe lot. Kështu që nuk mund të rish i qetë as në dasëm, as në mort. Kështu as në politik nuk mund të rish kaq i qetë, sepse duhen kauzat të ngrihen dhe duhen kauzat që të përballesh me ato. Po patjetër. Unë ju falenderoj. Ne jemi pjesë e kauzave, nuk diskutohet. Pa diskutim. Që jemi pjesë e tyre ta dhe të luftojmë ta për ato. Patjetër. Ju falenderoj zonja Allushi dhe shpresoj që do jemi edhe në bisedat e tjera dhe jam mirënjohës pafund edhe një herë që hoqet kohë nga koha familjes tuaj dhe të bisedoni me ne. Të falenderoj dhe unë pafund. Edhe gjej rastin që të bëj një thirrje, sepse ne kemi dëshirë që të bëjmë një organizim të fuqishëm mbas datës 20 shkurt, që është data e rënies së bustit të ish diktatorit të Shqipërisë, ai që vrau dhe preu njerëz pafund. Dhe kemi vendosur që të bëjmë një takim të diasporës me persona dhe njerëz serioz, njerëz të vërtet që avlejnë. Dhe dua me këtë rast që t'i bëj thirrje kushdo që të na bashkohet nga të gjitha anët e botës, të jemi prezent në atë takim që ne do bëjmë, dhe tash kërkesa jonë është vetëm thjesht legjitimitet. Ku do zhvillohet ky takim? Mendojmë që data 21, që është ditë e shtunë, është koha më e mirë, që mund të kemi mundësi dhe në për çështjet e punës, 21 shkurt, mbas datës 20 shkurt, që është një pikë, si thuash, e rënies së bustit, po e rënies së diktaturës, po e rënies së të gjitha maskave. Zonja Allushi, shiko, unë i bashkangjitëm thirrjes tuaj, por një javë mas Shën Valentinit, mendoni se kanë ngel lek që të udhëtojnë njerëzit për Tiranë? Po dhe unë kanë dhe të bëjtimin tani që ta llogarisin, ta?
Po dashuria ka vendin e vet, po dashuria për Adeon. Mi më mirë, një pyetje bëra unë, ti vazhdo bëj thirrjen, dhe s'ka problem. E unë mendoj që dashuria për Adeon është, sidomos kur je jashtë, një herë është shumë e fuqishme se sa çdo lloj dashurie tjetër. Për mendimin tim. Okej, falënderim. Ishte në Dhe fund le të shakaje. shpresojmë të do jetë një takim serioz, një takim i vërtet, që diaspora e vërtet, thash edhe një herë, domethënë se ka plot që luftojnë me atë emrin e diasporës, që të kemi një prezantim të vërtet dhe të kërkojnë legjitimitetin kudo ku janë, të jenë të legjitimuar dhe të jenë nën siglën e Partisë Demokratike. Nuk ka kuptim dhe nuk ka vlerë asnjë gjë jashtë kësaj lloj skeme, jashtë kësaj sigle. Se fundit ne për atë bëm luftën që të ekzistojë opozita, të ekzistojë Partia Demokratike, sepse e ngritëm me mish e me thonjë, me gjak, se ka plot që kanë rënë dëshmor të demokracisë. Dhe thash, kjo është më e rëndësishme. Kjo është më e rëndësishme dhe më me vlerë. Okej, Dhe edhe pastaj edhe njëri falenderoj dhe shpresoj që do jemi sërish në bisedë në Window Radio edhe para datës 21 që të bëni këto thirrje dhe ne do përpiqemi edhe ne si media të bëjmë atë thirrjen tonë. Siglës së Partisë Demokratike asgjë nuk ka vlerë. Nëse do duan që të jenë, domethënë, serioz dhe nëse duan të jenë vërtet demokrat. Ju falenderoj për bisedën dhe ju uroj një natë mirë dhe një fundjavë sa më të bukur. Edhe unë gjithashtu do dëgjohemi përsëri. Edhe unë falenderoj dhe respekte për të gjithë mundin edhe për të gjithë punën që ju po bëni për dashurinë për Adeon dhe ju. Veç për popullin. Ne jemi këtu për popullin. Natë mirë, faleminderit. Faleminderit dhe respekt që ju ekzistoni. Faleminderit, natë mirë. Gjithashtu natë. Të nderuar miq, ky ishte Horizont për sonte, ku përpoqem me zonjën Nadia Allushi, pra me një person që është aktiviste e hershme në politikë, po ashtu në menaxhim biznes ekonomik dhe pash më tepër në emigracion në diasporën e Greqi, ku përpoqem të kuptojmë diçka më tepër dhe të japim disa mendime tona të thjeshta por të lira për të kuptuar disa probleme dhe për të parë disa këndvështrime. Kështu që nuk e di se sa informacion keni marrë, ne këto kishim mundësi për të thënë, ose kaq ndoshta ditëm për të thënë, por ama ato që i tham në mënyrë të lirë dhe pa censur. Kështu që unë duhet t'ju them të gjithë atyre që në ndjekin, të gjithë ata që kanë dëshirë të jenë në mikrofonin e Window Radio, mund të na shohin përmes numrave të WhatsAppit, përmes rrjeteve tona sociale, dhe ne do përpiqemi që mikrofoni i Window Radio të jetë i hapur për çdo kënd, si dhe të jetë mendimi, të jetë fjala, të jetë çfarë ju të dëshironi. Po ashtu edhe nëse ju keni kritika, ne i mirëpresim kritikat, sepse kritikat tuaja na ndihmojnë që ne të rritemi dhe shpresoj që do dëgjohemi edhe herë të tjera dhe do kemi gjithmonë mundësi për të patur sa më shumë të ftuar dhe për të shkëmbyer sa më shumë mendime. Unë do lë nesër mbrëma, pra të dielën në darkë, do jetë emisioni radhës Horizont me një tjetër të ftuar, ku do kemi tjetër bisedë dhe tjetër komunikim. Kështu që rikujtoj që ritransmetimi i emisionit është sot në orën 21 me orën e Amerikës dhe të Kanadas, apo në orën 3 pas mesnatë me orën e Evropës, pra do jetë ritransmetimi, po ashtu nesër në orën 13 në orën evropiane në drek do jetë përsëri ritransmetim në Window Radio, pra vetëm përmes platformave Radio Box, TuneIn apo Radio Shqip, që janë 3 platformat më të mëdha,
po ashtu dhe përmes website-it zyrtar windowradio.de, ku aty ju mund të lexoni dhe informacionin e fundit dhe emisioni do jetë edhe në faqen zyrtare në YouTube, Horizont Window Radio hapësirë dhe mjafton që ju të bëni një subscribe në YouTube dhe do vinë të gjitha njoftimet që ne kemi apo emisionet që ne trajtojmë në emisione live dhe do jenë edhe në YouTube të regjistruara. Natën e mirë, kalofshi mirë dhe fundjavë të bukur. Horizont nga Leonard Koja në Window Radio.de.